Çdo 20 sekonda një fëmijë vdes nga një sëmundje që mund të parandalohej me anë të vaksinës. Kjo është arsyeja pse ekspertët e shëndetit thonë se vaksinat janë të domosdoshme dhe investimi më i mirë në shëndetësi. Seth Berkley është drejtori i Aleancës Gavi, një partneritet publik dhe privat në nismën për vaksinimin e fëmijëve në mbar botën. Ai mori pjesë në takimin AKB-s për sëmundjet jo infektive në New York. Një numër sëmundjesh që ne i quajmë jo infektive mund të kthehen në infektive. Rreth 20% e kancerit shkaktohet aktualisht nga agjent infektiv. Ne kemi pasur shumë sukses për eliminimin e hepatitit B, që është shkaku kryesor i kancerit të mëlçisë. Dhe shpresojmë se me vaksinën papilloma të jemi në gjendje të parandalojmë kancerin në qafën e mitrës. Dr. Berkley gjithashtu thotë se organizata e tij nxit përdorimin e disa vaksinave të reja për të luftuar dy shkaqet më të shpeshta të vdekjes mes fëmijëve, pneumoninë dhe diarren. Është vaksina kundër rotavirusit. Ky virus është shkaku kryesor i diarres virale në vendet në zhvillim, ndërsa vaksina pneumokokal që vepron kundër baktereve pneumococcus, që shkaktojnë jo vetëm pneumoninë, por mund të bëhet shkak edhe për meningitin. Fondacioni i Kombeve të Bashkuara me financime private po nxit fushatën për vaksinimin e fëmijëve në vendet në zhvillim, ku më shumë se 2 milion fëmijë vdesin para moshës 5 vjeç, sepse nuk marrin vaksinat e nevojshme. David Meltzer, zëvendës president i Kryqit të Kuq amerikan, thotë se vetëm nga fruthi vdesin çdo vit më shumë se 150 fëmijë në të gjithë botën, përfshi disa edhe në Shtetet e Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara, fruthi u zhduk në vitet 1960-1970, por duke filluar nga viti 2000 janë ndeshur raste vdekjesh nga fruthi mes fëmijëve. Dr. Meltzer thotë se njerëzit në Shtetet e Bashkuara, përfshi edhe disa prindër, e lidhin gabimisht vaksinën me autizmin. Ideja se vaksina e fruthit mund të shkaktojë autizëm është një teori që është hedhur poshtë nga studime të shumta akademike dhe shkencore. Errol Alden, kryetari i Akademisë Amerikane të Mjekëve Pediatër, thotë se besimi se vaksinat shkaktojnë autizëm shton sfida për vaksinime. E para është çështja e furnizimit me vaksina dhe si të krijojmë një sistem për dhënien e tyre. Problemi tjetër është se ekzistojnë shumë mite gënjeshtra që prapen shumë shpejt në lidhje me vaksinat. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se zgjerimi i qasjes së vaksinave mund të parandalojë çdo vit 1 prej 7 milion vdekje.